Banorja e Big Brother VIP Kosova 4, Eliona, ka ndarë një rrëfim shumë emocionues dhe prekës për jetën e saj, ku ka zbuluar dhimbjen e thellë që ka përjetuar pas humbjes së nënës dhe motrës në një aksident tragjik. Me lot në sy, Eliona ka përshkruar momente të vështira kur me 25 korrik u nis për në Kosovë me autobus, por rruga përfundoi në tragjedi. Jena nis me autobus për në Kosovë dhe mendzi prisni me mrit, nuk ka pasur malum të ri. Me 25 korrik në orën 6:20 kam dëgjuar njerëz duke bërtit dhe veç e mbaj mend që kam dalë e kam qenë krit vet. Kur e kam pa që e kam motrën e madhe mu hek një dert, por motra tjetër mungonte. Babi dhe vllai ishin në Gjermani, na ishim vetëm vllai dhe motra, tregon Eliona. Jena kanë duke e kërkuar e pastaj kam pa kamën e mamit dhe ja tregova motrës. Jam dalë në rrugë dhe e thirra babin në telefon sepse gjeta telefonin e mamit në rrugë. E kam thirr babin dhe i thash se kishim pasur aksident, babi u nis të vinte në Kroaci, për motrën kishim mbajtur shumë shpresë, rrëfeu Eliona. Më mungon mami dhe motrat dhe më mungon të gjej shtëpinë vetëm me gëzim, shtoi Eliona.